së bashku me padin. Avonet ka propozuar edhe vendosjen e një mase të përkohshme të sigurisë me qëllim që të përzullohet ekzekutimi i vendimit të qeverisë në detyrë në marrjen e vendimeve deri në marrjen e vendimit përfundimtar nga gjykata. Ky propozim është ngritur në bazë të nenit 99 dhe 100 të ligjit për konflikt administrativ, duke u arsyetuar se zbatimi i vendimit do të shkaktoj dëm të rënd të papariparueshëm ndaj rendit kushtetues, ligjshmërisë dhe interesit publik të Republikës së Kosovës. Në padinë e dorëzuar, Avonet thekson se qeveria në detyrë në rastin e miratimit të vendimit në fjalë ka vepruar në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, konkretisht me nenin 72, si dhe me nenin 28, 29 dhe 31 të ligjit të qeverisë së Republikës së Kosovës, të cilën e kufizon veprimtarinë e një qeverie që ushtron funksion vetëm për çështje të domosdoshme administrative, por jo të miratoj projekt ligje. Sipas analizës ligjore të Avonetit, miratimi i një projekt ligj për ndarjen buxhetore përbën një akt me karakter administrativ dhe politik, i cili tejkalon kompetencat e një qeverie në detyrë